Në Washington do të flasë për dhunën politike ndaj serbëve në rajon dhe për duart e përgjakura në Serbi, deklaroi ministri i jashtëm i Serbisë Marko Đurić. Ai tha se do ta shfrytëzonte pjesëmarrjen në konferencën ministrore për ngritjen e terrorizmit politik, të udhëhequr dhe për të tërhequr vëmendjen ndaj, siç u shpreh ai, dhunës politike që ushtrohet ndaj serbëve në rajon, vetëm pse janë serbë, si dhe ndaj asaj që e quajti dhunë e lëvizjes duart e përgjakura në rrugët e Serbisë gjatë vitit të kaluar. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë, Đurić tha se Serbia dënon fuqishëm sulme të ndaj presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, përfshirë atentatet e vitit të kaluar, si dhe vrasjen e Charlie Kirk. Ne kemi folur dhe do të vazhdojmë të flasim për dhunën politike që ushtrohet ndaj serbëve në rajon, vetëm sepse janë serbë, sepse janë të krishterë kundër shkollave, kishave dhe institucioneve të tyre, deklaroi Đurić, duke shtuar se bëhet fjalë për dhunë të motivuar politikisht, sistematike dhe metodike. Ai njoftoi gjithashtu se në Washington do të trajtojë edhe dhunën politike që sipas tij ka ndodhur në Serbi gjatë vitit të kaluar, duke theksuar se kundërshtarët politik duhet të trajtohen me respekt. Đurić pretendoi se veprimtaria e organizatave ekstremiste si Antifa dhe grupi që ai e quajti duart e përgjakura, të cilat sipas tij sulmojnë në kuvendin e Serbisë, institucionet politike dhe gjykatat, si dhe nxisin dhunën dhe trazirat në rrugë, përbëjnë dhunë politike që sipas vlerësimeve dhe kualifikimeve të organeve të drejtësisë ndonjëherë kalojnë kufinë e terrorizmit. Sipas tij, konferenca në Washington synon të forcojë dialogun dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit politik, si dhe identifikimin dhe ndëshkimin e organizatorëve dhe financuesve të akteve të tilla, edhe pse në Beograd për akte të tilla akuzohet vetë qeveria Aleksandar Vučić.